تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet e dërgojmë zotërisë të pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij besnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur të pyesin ty se kush janë tre parimet, apo cilat janë tre parimet, përgjigjja çdo herë duhet të jetë se tre parimet janë njohja e Allah subhanahu wa taala, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njohja e fejes islame me argumente. Autori kur thot në libër se kur të pyet është se cilat janë tre parimet, e jep edhe një komentim tjetër. Do të përveç se ti duhesh me i ditë ato tre parime, se nëse dikush prej njerëzve në dunja dve ty se mbi çka është e ndërtuar me kjo fe, edhe cilat janë tri parimet e kësaj feje, për cilët ti je pjesë e sajna, je besimtar i sajna, do të se këto pyetje janë pyetje të cilat kanë me ju bë robit edhe ditën se kur ka me hi ai mbar. Këto tri pyetje janë pyetje bazike që duhet me i ditë secili prej neve. Ditën kur do të hen varr, edhe do të vinë melekët ta pyesin atë, kanë me pyet për këto tri parime. Por ato është e rëndësishme, mësimi i këtyre tri parimeve, njohja e mirë e këtyre tri parimeve, po përveç thojna edhe të jetuarit me këto tri parime. Na në dynja mujna me u përgjigj shumë lehtë. Nëse dikush prej njerëzve tash na vet njëve se kush janë tre parimet, është shumë e lehtë na me thonë se njohja e Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njohja e fesë islame me argumente. Por se kur ka më kon përgjigja edhe më e vështirë, ka më kon përgjigja kur të vinë melekët me na pyet neve. Se nuk mundesh ti me u përgjigj melekëve për këto tri pyetje të cilat i bojnë ata, vetëm se nëse ti i ke mësuar këto në dynja, i ke njoft mirë këto në dynja, edhe ke jetu me këto në dynja. E ke njoft Allah subhanahu wa ta'ala se kush është Allahu. E ke njoftu me krijimtarinë e tina. Je njoftu se ajo është sunduesi. Je njoftu se ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Pastaj ke mësuar për emrat e Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj ke mësuar për cilësitë e Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj e ke njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ke pranuar ato si pejgamber. E ke pasur sunetin e tina. Edhe ke mësuar për jetën e tina, edhe për çdo sen me cilin ai ka ardhur, edhe ke besuar me çdo sen të cilin ai ka ardhur. Pastaj ke mësuar për fenë islame. Për llojet e fesë islame, do të thotë ke mësuar për islamin, mënyrat e adhurimit në islam, edhe ke mësuar për argumentet në islam, vetëm në këtë rast ti mundesh me u përgjigj edhe me lekve, se kur të pyesin ty se kush është Zoti jot, ti din me thonë se Rabbi Allah, Zoti jam është Allahu, kush është i dërguar jot, kimi ditë me thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kush është feja jote, ti kimi ditë me u përgjigj se feja jote është vetëm feja islame, pse? Se ke jetu me to. E kemi përmend derse të kaluam se autori përmend këtu se është obligim për çdo njeri, për çdo krijesë që Allah subhanahu wa taala e ka krijuar, qoftë prej njerëzve, qoftë prej gjëmve, është obligim me i ditë të tri parime. E ka përmend autori në libër se është obligim për çdo njeri, edhe nuk e ka ndonë këtu musliman apo kafir. Por çdo njeri prej tyre e ka për obligim me i ditë edhe me i njohë këto tri parime. Pastaj a jeton me to, a i pason ato, a e pason fenë islam, a e pason pejgamberin, atëherë mbetet përgjegjësinë tonë, sepse Allah subhanahu wa taala e ka krijuar xhenetin edhe e ka krijuar xhehenemin. Allah subhanahu wa taala e ka krijuar shpërblimin e tina edhe e ka krijuar dënimin e tina. Prandaj ti i cili i mëson këtu, jeton me këtu, edhe i pason këtu, vetëm se Allah për ty e ka krijuar një shpërblim, edhe ta ka garantuar një shpërblim,
edhe të ka premtuar për një shpërblim të cilin ti ki me marr. Por se edhe ai i cili nuk i beson, do thotë pabesimtar, ai i cili nuk i beson këtu, e ka për obligim me i di. Pastaj nëse ai nuk e don me njoft Allahun, nuk don me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk don më kohë për atyre të cilët e pranojnë fenë islame si fe të vetme, pranuar me ta Allahu subhanahu wa taala, edhe për ta Allahu i ka premtuar, edhe ata në shpërblim. Por se shpërblimi i tina, problemi i tyre është dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj sepse thot Allahu në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju njerëzit edhe gjindët për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Dietarët të cilët mirën me komentimin e Kur'anit thonë kur thot Allah illa liya'budun, thot illa liwahhidun. Përveç se me adhuru Allahun është edhe me njësu ato. Do thot me njësu dhe me besu Allahun në tauhidin rububie, me besu Allahun subhanahu wa taala, me njësu ato në tauhidin uluhie, edhe me njësu Allahun dhe me njoft ato në tauhidin e emrave edhe cilësive tina. Kur thot Allahu illa liya'budun, përveç se me adhuru ato, do thot është kuptimi edhe me njësu ato edhe mos me i bo shok atina asgjë, as në sundim, mos me i bo shok atina asgjë, as në adhurimin ndaj Allah subhanahu wa taala. Prandaj edhe ku e përmend autori edhe për njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njohjen e fesë islame, edhe për këto janë të gjithë krijesat prej njerëzve dhe prej gjinëve, besimtar apo besimtar i vogël apo i madh, është i obliguar që me i ditën këto. Prandaj në kapitullin tjetër kur hyn autori thotë: "Ja ku thuhet ty men rabbuk", kush është Zoti jot? Kush është Zoti jot? Ti vetëm se kimi u përgjigj Rabbi Allah, Zoti jam është Allahu subhanahu wa taala, i cili më ka kriju mu, ka kriju ty edhe ka kriju çdo sen e cila neve na rrethon. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Allah subhanahu wa taala, Zotit të gjitha botrave. Pastaj masanena vjen edhe dallimi nëse i thojnë Zot, edhe dallimi nëse i thojnë Allah. Cili është dallimi se nëse na i drejtojmë me fjalën Zot, edhe cili është dallimi nëse na i drejtojmë me fjalën Allah. Shumica e njerëzve, disa për njerëzve e din edhe mendojnë se kjo është e njëjtë. Nuk është e njëjta me i thonë Zot, edhe nuk është e njëjtë se ti me drejtu me Allah, shpjegimi i cili do të vjen masanena. Kur thua idha kile bime arafte rabbek, edhe kur të pyetësh ti, edhe kur të thuhet ty se me çka e ke njofti Zotin tën, po thuhet se Zoti jam është Allahu, por çysh pe ditë që çaj është Zoti jot Allahu, me çka e ke njofti Zotin tën që ai është Allahu, atë ti vetëm se kimi thonë se unë ato e kam njoft me argumente të cilat ai ka pruar. Argument qofshin ato argumente të gjithësisë të cilën Allah subhanahu wa taala ka kriju njerin në formën e tina më të mirë. Allah subhanahu wa taala e ka bërë që çdo krijesë e tina pe gjallësa më kon në shtrim të këtij njeri. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka kriju tokën që ai me hongër persona edhe me punën to edhe me shëtin to edhe me çu këtë nacitë e tina në këto. Pastaj Allah subhanahu wa taala e ka bërë dhe qiellin mbuloj për to. Pastaj Allah subhanahu wa taala çdo sen të cilën e ka krijuar e ka bërë që ajo krijesë e tina më kon shërbim vetëm të robit tina. Me këto ti e ke njoft Allah subhanahu wa taala. Me këto ti e ke njoft Allah se ajo është Zoti jot. Prandaj thot autori: "Wa min ayatihi al-layli wan-nahar wash-shamsu wal-qamar." Pa dyshim se prej argumenteve të Allah subhanahu wa taala janë dita edhe nata. Është hona edhe dielli. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah. Prandaj mos i bëni ju sejdë, edhe mos adhuroni as honën as diellin, por se adhuroni edhe bëni sejdë vetëm Allah subhanahu wa taala, alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Është ai i cili i ka kriju edhe ato nëse jeni ju prej atyre të cilët e adhuroni vetëm Allah subhanahu wa taala. Prandaj ku thot Allahu: "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh." Është ai Allah subhanahu wa taala i cili e ka kriju qiellin dhe tokën për 6 ditë, pastaj pasi që i ka kriju këto, vetëm se Allah subhanahu wa taala ka qëndruar dhe ka hyrë mbi arshin e tina. Ku thot autori se me çka e ke njofti Zotin ton, edhe se çysh e dinti se ajo është Allah subhanahu wa taala, e përmendëm se e kena njoft në argumente të cilat Allah subhanahu wa taala i ka pruar në tokë. Qofshin ato argumente të dunjave të cilat na i shohmi, edhe qofshin ato argumente të cilat ai ka zbrit në librin e tina, në Kur'an, apo që i ka pruar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj
kuptimi ku thuhet se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, i bën se ti nuk mundesh, edhe nuk mundesh as me mendu, as me hyrë në drejtim se mundesh me adhuru dikën tjetër, ose mundesh me i rënë sejdë dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Prandaj, ku e përmendëm fjalën Rabb, edhe fjalën Allah, fjalën Zot, edhe fjalën Allah, shumica e dietarëve janë se këto janë të ndryshme. Edhe kanë një dallim mjaft madh, se edhe pse janë fjalë të përafërta, Zot edhe Allah, pse? Allah Rabbis Zot shit, nuk është e njëjta. Se edhe Rabb është arabisht, edhe Allah është arabisht. Edhe Rabb është arabisht, edhe Allah është arabisht. Vetëm se në Rabb e përkthejmë Zot, Allah përkthejmë vetëm Allah, se nuk ka përkthim tjetër. Por se fjala Rabb është ai i cili i ka krijuar këto. Fjala Zot, kur thoni Zoti, është ai i cili e ka krijuar këto dhe e ka krijuar gjithsesi, ka krijuar dynjën të gjitha këto. Dorsa fjala Allah kur themi është na, nuk kemi drejt me adhuru dikën tjetër përveç këtij Allah. Kur thu për fjalën Allah, ty nuk shkon mendje kurrë tjetër, vetëm se ai është ai i cili meriton të adhurohet. Dorsa fjalën Zot ne mundna me përdorë edhe me kuptime tjera. I Zoti kësaj toke, i Zoti kësaj shtëpie, i Zoti këtij kerri, e shumë se e tjera, se jep pronarin i diçka. Kur thu për fjalën Rabb, kur thu për fjalën Zot, është se Allah subhanahu wa taala ka pronar i kësaj dynjaje dhe i kësaj gjithësie. Kur thu Zoti është pronari i kësaj dynjaje të cilën ai ka kriju. Ndërsa kur thu Allah subhanahu wa taala, ti e din se nuk ka tjetër të adhuruar përveç tina, edhe se Allah është në kuptimin që duhet vetëm ai është meritori për me u adhuru. Prandaj, këto janë dy fjalë që janë shumë të njëjta, Zot edhe Allah, por se e pas kanë një kuptim edhe pas kanë një shpjegim këtij tjetër. Nuk mundna me e thonë me përzit të fjala Zot në adhurimet të cilat na i bojna. As nuk mundna me e thonë për fjalën Allah për shembuj të cilat i mora më herët, sepse mundna me prishën shumë më shumë se sa mendojna se jemi duke ndesh. Prandaj, kur thot autori wa huwa ma'budi, sepse ai është i adhuruar, ai për të cilin unë e adhuroj edhe i bëj sejdë, është fjala për Allah subhanahu wa taala, dhe vjen ajetin walhamdulillahi rabbil alamin, edhe falënderimi i takon Allah subhanahu wa taala, Zotit të gjitha botrave. Prandaj argumentet të cilat Allah subhanahu wa taala i ka pruar janë në tri lloje. Janë ad-dalilu fitri, është argumenti prej natyrshmërisë tonë. Ad-dalilu al-aqli, edhe është argumenti tjetër, është argumenti prej logjikës, prej mendjes tonë të cilën ti e ke, edhe ad-dalilu al-naqli është edhe argumenti të cilin Allah subhanahu wa taala ta ka treguar ty në librin e tina. Është argumenti që Allah subhanahu wa taala ta ka treguar ty përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur e përmend autori se ad-dalilu aqli është argumenti për logjikës tonë, është se natyrshëm çdo kush prej njerëzve, edhe ai i cili nuk është musliman hiç, edhe ai i cili nuk është musliman, e din se këto ku jeni aty jetu, këtë dunjë të cilën jeni aty jetu, është dikush i cili e ka kriju këto. Është dikush i cili e ka kriju këto. Edhe ai i cili thot vetes se un jam ateist, edhe nuk besoj se nuk ka Zot, edhe ai vetën e tina e din se është një Zot, por se xehli i tina, ignoranca e tina, edhe mendjemallësia e tina e bën se ai me mohue këto. Sepse ateizmi nuk ekziston si për natyrshmërisë të njerit, por se ateizmi vjen si shkak i xehlit tina, i ignorancës tina, edhe i paditurisë tina. E në shumicën e rasteve shkak i ateizmit është mendjemallësia e njerit. Është mendjemallësia e njerit se nuk e lejon për me pranu dikon më lart se ai. Nuk e lejon me pranu dikon i cili është pronari i kësaj dynjaje, i cili meriton për madhuru, i cili e ka krijuar dhe e ka shtrirë dynjë, këtë e ka bën në shërbimin e njerit. Ndërsa dalilu fitri apo argumente për natyrshmërisë të ne ka është se Allah subhanahu wa taala ka bërë për natyrshmërisë njerëzve kur i ka krijuar ata për me adhuru Allah subhanahu wa taala. Fakim wajhaka lid-din hanifa, dhe drejtoje të fytyrën tonë edhe drejtoje rreth kësaj feje e cila është e pastër, fitrat Allahi lati fatara an-nas alej, sepse ajo është natyrshmëria Allah subhanahu wa taala të cilën Allahu i ka krijuar të. Çdo njeri që Allah subhanahu wa taala e ka krijuar në këtë natyrshmëri. E ka krijuar në këtë natyrshmëri që mos me adhuru diçka tjetër përveç Allah. Pastaj njeri duke u rrit, duke vazhduar me jetu në dynjë,
vazhdon edhe me devijue prej kësaj natyrshmërie, edhe vazhdon me zgjidhje rrugë të ndryshme prej kësaj natyrshmërie të cilën Allah subhanahu wa taala e ka kriju. Pse çdo njeri i cili nuk është musliman ai thënë pendohu? Pendimi është më u kthy në diçka të cilën je kon më herët. Pendimi është që ti më u kthy në diçka të cilën je kon më herët. Nëse ti e ke bën një vepër gabim, shembull, për më penduar do të më kthy me përmirësuar gabim edhe më kthy në ato të cilën para se më e bëhet gabim. Prandaj njerëzit të cilët nuk janë musliman, nuk e kanë pranuar fenë islame, do të ata më u penduar edhe me pranuar fenë islame. Sepse pendimi është në ata më u kthye në atë shmërinë që Allah subhanahu wa taala i ka kriju ata. Ai thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu ala fitra. Çdo fëmijë nuk lind ndryshe vetëm se lind në natyrshmërinë e tij. Pastaj hadithi është se pastaj prind e to e bojnë jehudi ose prind të tina ato e bojnë të krishterë. Hadithin të cilin e dini ju të gjithë. Prandaj ai yarifan e khaliqu wahidun ma'bud, prandaj çdo njeri, çdo fëmijë i cili lind vetëm se e din se merituar për më adhuruar është vetëm Allah subhanahu wa taala, i cili e ka krijuar këtë gjësi dhe e ka nështruar ato për më konë në nështrim të robën dhe për më konë e gjitha kjo në nështrim ndaj robit. Delili nakli, argumentet të cilin Allah subhanahu wa taala ka pru në librin e tina, edhe ka pru në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë vetëm se ajetet e shumta që Allahu i ka zbrit në Kur'an edhe që tregojnë për që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe tregojnë se robi duhet më largue prej çdo rrugë e cila e çon ato në shirk, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Allah subhanahu wa taala edhe për vlerën e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Fat Allahu në Kur'an inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Padyshim se në krijimin e Allahut subhanahu wa taala, në krijimin e qiellit, në krijimin e tokës, edhe në krijimin e ditës edhe natës vetëm se ka argumente për ata të cilët mendojnë. Për ata të cilët vazhdojnë me mendue. Kemi përmendur në disa derte se për veprat më të mira që mundet me i bërë robi është me fillu dhe me meditu në atë se çka ka kriju Allah subhanahu wa taala. Me filluti me meditu në natën të cilën Allahu e përmend në Kur'an se më e kena bën natën për pushim për robin, edhe kena bën ditën për me punu ai. Edhe kjo vetëm se është diçka edhe shumë logjike se punën të cilën ti e bën ditën nuk mund është nitin punë dhe nitin rezultatin e pas nëse atë punë e bën natën. Ose gjumin të cilën ti e bën natën edhe pushon atë shumë nuk mund është ti atë gjumë të rahat që me e buje ditën. Për shkak se kjo është prej natyrshmërisë Allah subhanahu wa taala ka krijuar kështu edhe ka bue natën pushim për ju edhe ka bue ditën që ju me punun to edhe me xhallun to. Pastaj e përmend Allah subhanahu wa taala që ka krijuar Allahu qiellin dhe tokën. Allah subhanahu wa taala ka krijuar 7 qiell, edhe ka krijuar edhe tokat sikur to edhe çdo stan që ka mes tyre. Wa min ayati al-layli wan-nahar, thot Allah subhanahu wa taala ku për argumentet të Allah subhanahu wa taala është dita edhe nata, tregon se nuk ka tjetër të adhuruar përveç Allahut subhanahu wa taala, edhe tregon për argumentin ndaj tina që e ka nënshtruar edhe ditën, e ka nënshtruar ndaj robit, edhe natën e ka bue të nënshtruar ndaj robit. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah. Këtu jep Allahu subhanahu wa taala argumente për ata të cilët kanë vazhduar me adhuru diçka tjetër, kanë vazhduar me adhuru diellin ose kanë vazhduar me adhuru honën. Allah subhanahu wa taala bën si deman këtë ajet në librin e tij kur thotë mos adhuroni dhe mos i bëni sejdë as diellit, mos i bëni sejdë as honës, wasjudu lillah, ose bëni sejdë vetëm Allah subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa, thotë sepse padyshim se Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar këto, thotë Allahu istadala bi hadhihi al-ayat ala annahu mustahiqun lil-ibadati qawluhu lahu wa huwa al-khaliq wal-amru. Ku thotë Allah subhanahu wa taala se me këtë ajet e tregon se nuk meritohet të adhurohet askush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Pse? Se është ai i cili ka krijuar të gjitha këto, e ka krijuar ditën, e ka krijuar natën, e ka krijuar diellin, e ka krijuar honën, edhe çdo sen të cilën na e shohim edhe nuk e shohim. Ka shumë prej krijesave të cilën as nuk kena dëgjuar për to, ka shumë prej krijesave që na as nuk ja dinë emrat, por se Allah subhanahu wa taala ka krijuar dhe i ka bërë ato në shërbim ndaj njerit. Prandaj kur thot Rabb huwa al-ma'bud bi ma'ani Rabb annahu al-ma'bud ya ayuha an-nasu a'budu rabbakum. Kur thot Allah subhanahu wa taala se ma'bud për fjalën për Allahun, sa ai meriton të adhurohet, është ajeti ya ayuha an-nas o ju njerëz
a'budu rabbakum, adhuroni Allahun subhanahu wa taala alladhi khalaqakum, ai është ai i cili ju ka kriju juve. Fala taj'alu lillahi andada, andaj edhe mos i bëni Allahu subhanahu wa taala, mos i shoqëroni atina asgjë as në adhurim, mos i shoqëroni atina asgjë as në sundim, mos i shoqëroni atina asgjë, por sa adhuroni vetëm Allahun i cili është meritori për mu adhuru, i cili na ka kriju gjithë neve, edhe ka kriju gjithësinë në shëndajnë. Prandaj thotë Ibn Kathir al-Khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibada. Nuk ka dikush i cili meriton mu adhuru përveç Allahut subhanahu wa taala. Sipas Ibn Kathir që përmend në komentimin e këtij ajeti, thotë se ai i cili ka kriju gjitha këto është ai i cili edhe meriton për mu adhuruar. Ti e ke një shembull, edhe pse është shembull që nuk bën edhe më umon këtë rreth, po e përmendim, nëse dikush quhet baba edhe e marron një shtëpi të cilën jetojnë këtë anëtarët e familjes aty, kush e meriton më kun zotja asaj shtëpie? Kush e meriton më kun zotja asaj shtëpie? Padyshim se ai i cili e ka marruar shtëpi edhe ka bërë të përshtatshëm për me jetu familjarët e tij në to. Prandaj Allah subhanahu wa taala, edhe pse është për shembull të cilët nuk është mirë me e përmend, por Allah subhanahu wa taala e ka kriju dynjën, edhe ka bërë të rahatshme për robët e tina, edhe ka bërë të rahatshme për ata të cilët adhurojnë Allah subhanahu wa taala. A meriton dikush tjetër për mu adhuru postina? Padyshim se nuk meriton, edhe është vetëm Allah subhanahu wa taala i cili meriton të adhurohet. Andaj ne e lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëni për atyre që çdo herë deri në fundin e jetës e adhurojnë vetëm Allahun dhe nuk i bëjnë atina shirk, as në fjalë as në vepër. E lutim Allah subhanahu wa taala që më na largu prej çdo shirku, edhe prej çdo rrugë e tjera na çon në shirk. E lutim Allah subhanahu wa taala që më na marr për kësaj dënore jo ndryshe vetëm se duke qenë besimtar, edhe duke qenë në menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. أقول ما تسمعون وأنا خلفه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.